Përshëndetje, të nderuar qytetarë, në vitin 2024, sipas të dhënave zyrtare të Eurostat, çmimet e ushqimeve në Shqipëri janë më të larta se në pjesën më të madhe të vendeve europiane. Edhe pse Shqipëria ka pagat më të ulta në Europë, qytetarët shqiptar paguajnë 50% më shtrenjtë për ushqimet se sa qytetarët europianë. Duke ju referuar Eurostat, shqiptarët shpenzojnë mbi 40% të ardhurave mujore vetëm për ushqime. Si është e mundur që në një vend ku pagat janë mizerabël, ku pensionet janë turp, ku ndihma ekonomike është qesharake, çmimet e ushqimeve të shportës janë më shtrenjtë se në Gjermani apo në Austri, sepse kemi një qeveri që ushqen varfërinë për të forcuar pushtetin. Kjo nuk është ekonomi e tregut të lirë, kjo është ekonomi e oligarkëve. Është politikë shtetërore që ndëshkon të ndershmit dhe shpërblen klientët e pushtetit. Ndërkohë që fermerët braktisen, prodhimi vendas rënohet dhe tokat mbeten djerë, qeveria hap rrugën për importuesit monopolist që i mbushin xhepat me punën dhe me djersën e qytetarëve. Për më shumë se një dekadë, ky regjim ka shkatërruar bujqësinë dhe fermerët shqiptar, ka braktisur prodhimin vendas dhe ka përqafuar importet nga miqt e qeverisë. Ka krijuar një sistem monopolist që vendos çmimet sipas interesave politik, sepse nuk kanë frikë as nga ligji dhe as nga drejtësia. Ndërkohë që në Europë të vëshëja për ushqimet bazë është simbolike, në Shqipëri qytetari paguan 20% të vëshë edhe për bukën. Ndërkohë që vendet e rajonit ndihmojnë prodhuesit, në Shqipëri fermeri lë tokën bosh dhe ikën nga vendi. Sot, qytetari shqiptar është viktim e një regjimi që e vjedh në çdo dyqan, në çdo supermarket dhe në çdo treg. Partia e Lirisë ka një qëndrim të qartë dhe të panegociueshëm. Ulje urgjente të TVSH-s për ushqimet bazë, subvencione direkte dhe reale për bujqësinë dhe prodhimin vendas, kontrolle dhe transparencë mbi çmimet në tregun ushqimor dhe konkurrencë e ndershme, fund ekonomisë së zhvatjes dhe importit të urisë. Këto janë edhe pikat kryesore që Partia e Lirisë ka përfshirë në programin e saj 5 prioritete për 4 milion shqiptar plus, ku qëllimi final është shndërrimi i Shqipërisë në fuqi prodhuese dhe eksportuese. Faleminderit.